Në 5 bashki të vendit mbahen sot zgjedhjet e pjesëshme vendore. 334.539 qytetar me të drejtë vote do të zgjedhin kryebashkiakot e ri në Vlorë, Berat, Cërrik, Mat e Tepelen, ndërsa për drejtimin e këtyre bashkive janë në garë 13 kandidat. 473 qendrat e votimit u hapën në orën 7:00 dhe qytetarët do kenë mundësi të shprehin vullnetin e tyre deri në orën 18:00, kur siç përcakton edhe kodi zgjedhor mbyllen qendrat e votimit. Për mbarvajtjen e procesit zgjedhor janë angazhuar 612 polic, të cilët kanë marrë në ruajtje dhe qendrat e votimit. Në Vlorë, numri i qytetarëve me të drejtë vote është afro 172.000, në Berat mbi 82.000, në Cërrik afro 39.000. Në Mat 29.000, ndërsa në Tepelen 12.000. Për herë të parë në Bashkinë e Tepelenës pritet të aplikohet si test inteligjenca artificiale në numërimin e votave. Rezultati do të transmetohet online dhe do të ballafaqohet me numërimin manual të komisionerëve. Fushata zgjedhore për këtë zgjedhje kaloi në heshtje, pasi kandidatët i kanë zhvilluar takimet e tyre pa protagonizëm, ndërsa 2 liderët e partive kryesore, Edi Rama dhe Sali Berisha, nuk morën pjesë në asnjë miting. Në këtë zgjedhje, PD e Berishës dhe aleatët nuk kanë kandidat të regjistruar në siglën e tyre, por kanë deklaruar mbështetjen për disa emra, të cilët janë shpallur si të pavarur, të cilët do të jenë përballë 5 socialistëve, por edhe disa emrave të tjera. Mandati kryebashkiakëve të rinj do të jetë vetëm 1 vit e gjysmë, derisa të mbajnë zgjedhjet lokale në pranverën e vitit 2027.